Emri i sheshit dhe monumenti Skënderbeut janë të vetmit element që nuk do t'i ndryshojnë qendrës së Tiranës. Gjithçka tjetër do të konceptohet sipas projektit të rishikuar belg. Pas prezantimeve dhe dëgjesave me publikun, në muajin qershor nis puna për ndërtimin e qendrës pedonale. Faza e parë do të jetë nën toka. 80% e punimeve rezultojnë të përfunduara para 5 vjetësh, atëherë kur ish kryetari Rama nisi ndërtimin e qendrës pedonale. Megjithatë, koordinatori i projektit në bashki Genta Golli tregon se ndërhyrje do të bëhen pasi të kontrollohet e gjithë pjesa e nën tokës. Është bërë rezervuari i ujit për Shatërvanët, është bërë rezervuari për një pjesë e rezervuarit të ujit për sistemin e vaditjes. Janë bërë punimet e kanalizimeve. Në momentin që ne do të fillojmë punimet, do të shohim se çfarë gjendje janë. Sot nuk e dim, por ka ngelur edhe një pjesë tjetër 20% për që do të bëhet, që është tek projekti i ri. Në projektin e rishikuar belg, arkitektët kanë shtuar gjelbërimin, larminë e pemëve dhe sipërfaqet ujore. Shatërvani i dikurshëm në formë piramide do zvendçohet nga një sipërfaqe shtruar me gur nga të gjitha trevat e Shqipërisë. Lulishtja përballë Bankës së Shqipërisë do të rindërtohet, e po ashtu edhe sipërfaqja para dhe pas monumentit të Skënderbeut. Është futur më tepër guri i gjithë trevave të Shqipërisë, do bëhet një mozaik ku do përdoret te sheshi kryesor, në rrugicat e ndryshme, në trotuar, kjo është ere. Plus është rritur sasia e gjelbërimit, në mënyrë të konsiderueshme është rritur sasia e gjelbërimit. Sot kemi gati 50% gjelbërim dhe 50% sipërfaqe të mbuluara me gur dhe materiale të tjera. Punimet në shesh do të bëhen të pjetshme dhe nuk do të ketë bllokim të menjëhershëm të gjithë qendrës. Ende nuk dihet fatura financiare që do të rikërkojë qendra e kryeqytetit për kthimin në zonë pedonale. Financimi mbulohet nga Fondi për Zhvillimin e Rajoneve. Projekti belg rinis zbatimin pas më shumë se 5 vjetësh, pasi u hodh poshtë nga ish kryetari demokrat Lulzim Pasha.